Kryetarja s'është sajda, thashtë me të jo. Pse kryetarja merr pagë, por nuk i thret mbledhjet. Po çka na del tutje shikues të nderuar? Kaltrina Sela, që është nënkryetare e bordit, nuk është ftuar më për mbledhjet e bordit. Sipas ligjit, bordi mundet me qenë funksional me 3 antar dhe me marrë vendime të rëndësishme, por kryetarja e bordit nuk e ka ftuar mbledhjen prej kohës kur ishte ngritur pretendimi për konflikt të interesit. Sela e akuzon kryetaren e bordit për bllokim total të punës. Zonja Neime Binaku Isufi, kryetare e Autoritetit të Konkurrencës, në vazhdimsi ka penguar punën time si nënkryetare e Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës që nga muaji nëntor i vitit 2024, duke më pamundsuar ushtrimin e funksionit të nënkryetares. Në vitin 2025, 2 antarë të komisionit kanë dhënë dorëheqje dhe nga qershori vitit 2025, komisioni ka mbetur me 3 antarë, që është kuorumi nevojshëm për vendimarrje, por zonja Binaku Isufi, duke ndaluar punën në komision, ka bllokuar kuorumin vendimarrës dhe me këtë edhe të gjithë vendimarrjen në Autoritet të Konkurrencës. Opinioni i APK-s ishte në kundërshtim të hapur me realitetin dhe gjendjen faktike. Andaj ndaj tij, unë kam ushtruar padi në gjykatën themelore në Prishtinë dhe në dhjetor 2025, gjykata ka nxjerrë akt gjykim ku e ka anuluar këtë opinion të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Lidhur me këtë akt gjykim, unë e kam njoftuar kryetaren, zonjën Binaku Isufi, por përsëri ajo ka vazhduar të më pengoj ushtrimin e funksionit edhe pas akt gjykimit. Arbitrariteti e kundërligjshmëria janë metoda të punës të kryetarës zonjës Binaku Isufi dhe drejtorit të përgjithshëm zotri Selajdin Beqa, të cilat tashmë dihen nga secili zyrtar në AKRK. Kryetarja e bordit në asnjë rast nuk ka pranuar publikisht me fol për këto akuza, as nuk ka pranuar me na prit në takime për intervistë. Kemi dashur që nëpërmjet emailit me i marrë disa përgjigje të cilat nuk sqarojnë qartë se pse kryetarja merr pagë, por nuk i thret mbledhjet, të cilat sipas nënkryetares do të duhet të ishin të rregullta. Edhe pse kemi insistuar me shumë emaila, ne nuk kemi marrë përgjigje pse nuk janë thirrë mbledhjet. Nuk ekziston ndonjë proces verbal që konstaton ndërprerje formale të mbledhjeve të komisionit. Funksionimi i komisionit dhe mbajtja e mbledhjeve zhvillohet në përputhje me kërkesat ligjore për quorum dhe standardet e integritetit institucional. Çështjet që lidhen me konfliktin e interesit trajtohen në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe opinionet e institucioneve kompetente. Mbledhjet e komisionit thirren dhe zhvillohen në përputhje me kushtet ligjore për funksionimin dhe vendimarrjen e organit kolegjial. Në emaila nuk kam marrë përgjigje se pse nuk po thirren mbledhjet. Kam tentuar në komision me taku kryetaren dhe me e pyet se pse nuk po thirren këto mbledhje, por nuk kam pas mundësi. Kryetarja s'është sajda, thashtë me të jo. Në këtë situatë shikues të nderuar, komisioni nuk heton, pra nuk mrin me argumentu që çmimet po rriten me marrëveshje kartel dhe nuk mundet me i ndëshku bizneset që bëjnë shkelje.